Morë ky fatën pesi shumë i rrezikshëm, e godet Bedri Hamzën, amon korrezim shana. Wow, mu ma biti burë kur peni këto, vesh ngane. Edhe vish për mu Bedri Hamza, prej kësaj fushate, është në top listën e politikanëve ma përqarës. Edhe është tipik Tinxak, që e gjun gurin edhe mshef dorën. Edhe nuk e fali kur. Për që të fjallën Tinxak, thash hajt tinja dhe takëshyri shka ka deklaru Bedri Hamza para se me ardha Albinin qeveri, kur akon kë governatori bankës e minister i ekonomisë e shkapedione. Kur ja qes tash nga në videon për mas atje, kur një vjet kësh pas marrë pagë, pa shku hish në punë atje të vjedh shtetin, ka 3-4.000 euro në mujt, 22.000 euro i kësh marrë për një vetë pare kështu të najtë, në thaj ke më takojnë. Edhe thash, kur penitash këta pecin të i thonë që është Tinxak, edhe është mashtrus, unë bindi taman me fjallën të plot kuptimit që për me është kë mashtrus, për me është Tinxak, kë gjunë gurin e mshef dorën. A keni një në përkrejt debatet, e një të thonë këta, jo po une nuk e kum votu qatë legjë, jo po une jam konë konra qatë i ligjit, më ti e konë qatë ata tjertë të të kanë votu, ti s'ke që me protestu as kur gjo. Jo po une nuk e kum bo, une se kum votu qëtë ligjin, jo po une këto se kum bo. Jo më po ti e ke bon se në qëse ti se ke që dorën, e voton ase voton një, nuk qënë pesh, se këta ke pas për mashtrim, që me gjujt gurin e me mshef dorën, që kështë mashtrimi që po ta thët peci, se djetë, e ke bajt shtafetën e titës 20 vjet në për Mitrovic, ke ladru me kilometra të poshtë për pjetë, atash vjen në shet patriotizm, edhe thët, one e njef ekonomien. Për çfarë ekonomie burë njef ti në pazar Mitrovicës ke punu dhe në 2000-ën. Për çfarë ekonomie njef? Për slu që ke shi të burë. S'dijon e shka mund është ti me thonë ma shumë, a nena kënjena jo po këmbo, jo po s'këmbo. Po jo bre burë, nga ne, shka thet kë, që që palën këroni. Nga ne. Nga ne. Si shefis në krije, mirë që keni votu kundër, po besoj këtu do të me shpalosin formatën në tërsi. Pra, nuk është se keni me të mangu financiarisht, apo jo? Nga ne. Jo, personalisht. Për shak se keni pasë dhe të hyra shtes prej bankës qëndrore. Me leqë, 24.000 euro. 24.000. Po ka qenë shuma e pagës në qeveri që kene refuzu? Nuk ka lidhje, po shumë lidhje. Jo, s'ka lidhje, ja. Prezentot se fisni kri, evitimi i marrës së pagës me shtesë, po që është e ligjet. Jo, po, që shku pas drejt me morë. Edhe, cëlla Anit, këta për pare këta cakatojnë, këta për pare s'lojnë, nuk ta folin da kikin da. 24.000 ka marrë pakon heq kryetari i bankës qendrore. Parat i ka marrë se i kanë taku me legjë, po thët. Me legjë i kanë taku e pse sa kanë punë kë, kur vje puna me vjedh shtetin, ta nuk pritojnë heq me letra pa letra, me gjykata pa gjykata, këta cuesin në burë. Këta cuesin, edhe dalin do që si të latë me flamar ato, Koqeze, Arnoft, Bedri Hamza. Që hajnë 24.000 euro i ka vjetë, edhe del halana për televizione, shet patriotizm edhe thetone, jam kështu, jo po jam kështu, jo po jam ashtu. Po s'munesh me ka në burë fort kërkushi, se qërë vazhdojnë video tina, gëne. Shka thët ligji? Ligji thët një vjetë. Një vjetë? Pasi që të shokëqyre? Jo, edhe këto do të diskutojmë në komision bashkë me bankën qendrore. Jo, mirë, ligji thët, katastrofë. Prej herë qërë. Pse po shpifi? A i ke marrë 24.000? A i ke marrë 24.000, burë. Është me leqë, cëlla është nëse i ka marrë kundër leqëm, unë i ka marrë.
Edhe i ka morë 24.000, po thët shpifje, mërë ti pas ke morë 24.000, një restorant, i veç i ke morë, këj po tëtë, a i ke morë po, e i ku morë, për shkajmë të rajtë kur gjo. Që në gjëkorë, pëse s'peqana mo, a din, është ngane. Ti ki mu përgjith, cëlla shpifja? Cëlla? A keni kry mandatin? Jo, se keni kry, keni edhe ndërheqja. Keni edhe ndërheqja. A ke edhe ndërheqja, apo e ke kry mandatin? Jo, nuk e përcakton ti. Ku nane. A flasëm edhe për furimën e ligjit. A bone me për mandatin. Edhe syja, bone me për ligjit. Si se ke bo. Syja, ti... Kë e ka bo ligjit. Ti s'ke qenë as pun, halo. Jo, po qenë. Jo s'ke qenë. Jo s'ke qenë. Cire ke qenë? 2009. 2009 të Bankë Qendrore. Pa ke pun një referenti e Google diçka. Jo, referenti. I pyet me lekë. Nëse flasim për tërheqje të investitorëve, ju e keni një portfolio të tonë të hiqjes së investitorëve edhe që kanë protestuar. Në mënyrë demonstrative kanë thonë po ikim për shkak të korrupsionit. Plot, cili ngane. Për telekomit e më herët e shumë privatizime me një ofertues. O ka shka jash për tash. Zoti Murat, moj edhe me bolistën me shka janë të këqia, asë një si përkroj. A e keni shit distribucionin për 26.3 milion euro. Ngane. Kush e ka shit? Qeveria ju, edhe një 13. A o shit për 26.3 milion euro. Shiko. A o shit po ju atizu? A o shit, jo. Me konsension për 20 vite. A o shit, Ngane qishe palën. A o shit për 26.3 milion euro. A e din sa ka qenë fitimi vitin e parë të perimit i Kecit, që është shit 26.3 milion euro. A e din, shiko, a e din, Zoti Murati, që ata tregoj, 24 milion euro. 24 milion euro i pas kanë fitu për një vjetë. Këta kanë shit 26 milion, aja Roni ka fitu 24 milion për një vjetë. Dhe me thonë, për 2013 logarite deri sot, ka 24 milion sa pare, ofër 1 miliardi pas ka morë aja Roni, të mos bon hish kur gjo. Edhe, beso, kur pishosh ta njerëz në televizor, po më vjen more, ka njëherë edhe me këqyrë televizorin e burë. Kur përsho këto në televizor të full, edhe pe di shka ka bon, edhe po quët e pimbru në dësane, po thetu ne ka me bon kështu, beso e në raj kanalin, se po më vjen more, me këqyrë, me thonë, nuk po di qësh me javë spjegu, kur një dishka, kur i din krejt sane që ka u bon, edhe këj del e full, edhe po tutna, po thamë, mos po gabon, heneze ma shumë në dishka, po më vjen kesh për këtyne njerëzve, kur pisha në për televizione, për në raj kanalin, po thamë, ma mirë mas ta këqyrë burse. A këtina hish nuk i vjen more. Tina për veti dela, hish nuk janë nuk i vjen more heq. Po nëse sot ju shkojnë qështu, rëndovë Serbia, se këta me Serbien 20 vjetë e kanë nangër Kosovën. Sot kanë Serbien të mrapa, këta nuk nalen, edhe 50 vjetë kanë me konë qështu. Se të fort janë me Serbien. Vetë jo, ama me Serbien janë këzat fortat opozitës. Si për dëkëja, si lë dëkëja. Nëse për përshëndes nëre kaloni mirë, deri në videon tjetër.